Zotëni Mazlum Maraliu është me në studio për diskutuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të djeshëm që e pam efikasitetin e KQZ-s, nëse mund themi, por dhe ato problemet e vogla që i pam dje, që u shënuan gjatë zgjedhjeve të djeshme, por do të flasim gjithashtu edhe për komunat që do të shkojnë në balotazh dhe rezultatet e deri tanishme të publikuara nga ana e KQZ-s. Zotëni Maraliu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, zotëni Maraliu. Në orët e pasdites në qendrat komunale ka nisur numërimi i votave për asamblej, për kandidatët për asamblej. Megjithatë, si keni parë përmbylljen e procesit sa i përket këtij procesi të numërimit për kandidatëve për kryetar komuna? Pothuajse është përmbyllur procesi, ka vetëm disa kuti të votimit në disa komuna që kanë mbetur pa përfunduar procesi i numërimit. Po, mbase për subjektet politike, kryesorët ato, mund të ketë ky proces zgjedhor, ky cikël zgjedhor, pa pritshmëri ose mos përmbushet pritshmërive të tyre, për arsye se gjithmonë në këto situata dhe në politikë përgjithsisht shpresohet më shumë dhe pritet më shumë. Por unë mendoj që është një proces i cili ka ofruar një minimum të besimit përsëri përkundër gjitha këtyre që kanë ndodhur në nivel qendror sa i përket problemeve, paralizës, mos përputhive, kundërshtive, egoe politike, të tavore dhe tarafeve të ndryshme politike, kryesisht këtyre partive që përmenda më të rëndësishme parlamentar. Megjithatë, unë kam pasur drov personalisht që mund të ketë shprehje të zhgënimit të mlefit qytetar më shumë se që kishte, se që ka në kuptimin dhe në relacion me daljen, përqindjen e daljes në zgjedhje. Kam pasur frikë që mund të ketë një dalje edhe më të vogël se 39-40 nëse mbrin përqind, dhe mund të diskutohet ose të vehet në pikë pyetje legitimiteti dhe legaliteti këtyre zgjedhjeve dhe atyre që dalin nga këta, domethënë këtyre kryesorëve të qytetit, pra kryeshefave dhe se majors, këta që janë prefektë të qyteteve ose edhe të asambleve, antarët të asambleve komunale në për komuna, po ja që kemi një mesatare të daljes të arsyeshme, të kapërdishme, do të thosha, pritshmëritë sigurisht nuk janë të duhurat për subjektet politike, por është e rëndësishme që vërtet po vazhdon një konsistencë në zbatimin e ligjit, respektimin e kundërshtarit dhe disiplinën e qytetarit në zgjedhje, që gjithsesi në veten ngërthen një nivel të arritur lakmueshëm të kulturës politike dhe të emancipimit demokratik. Dhe një pasqyrë, një shembull të mirë në vazhdim, sepse edhe më herët ka qenë kështu kryesisht, përveç 2010-it mbase, ku qytetari dhe institucionet tona gjithsesi, dhe KQZ-ja dhe sekretariati dhe veçanërisht komisionet komunale zgjedhore nëpër komuna që kanë pasur barën kryesore kësaj radhe në zgjedhjet lokale, dhe thjesht dëshmojnë që kanë një përkushtim dhe një angazhim të lakmuar përkundër problemeve të cilat nuk mund të mos jenë, sepse kjo është projekt madhor, është projekt historik dhe madhor, shtetëror dhe një dasëm e vogël kur të bëhet ose një gazmend për më tepër, mund të ketë të pakënaqur, mund të ketë edhe lëshime dhe mundësi për më mirë. Pra, gjithsesi ka mundësi për më mirë, ka edhe disa çështje që janë ankimuar nga qytetarët dhe mund t'i shtrojmë në ndërkohë. Po, shqetësimi kryesor që e pam dje, nga ato deklaratat që i pam qytetarëve, ishte ndrimi i qendrës votimit dhe probleme me gjetjen e qendrës votimit që ndonjëherë rezultonte edhe me ndrimin e qytetit në formën më ekstreme. Tani është problematike kjo. Kush problemi a ka mundur të evitohet kjo pjesë? Problemi është afat gjatë që prej pas luftës, sepse Serbia ka bërë dëme, përveç dëme materiale, dëme njerëzore, shkatrimeve, gjenocidit dhe holokausit, ka bërë dhe dëme shtetërore dhe dokumentare, pra i ka marrë të gjitha librat e rëndësishëm edhe ato të pronës, po edhe ato civile. Dhe në këtë rast është themeluar pas luftës në administratën e UNMIK-ut, regjistri qendror, kryesor, pra civil, por ne ende kemi probleme pra me pastrimin e listave, me që është një veprimtari specifike kjo zgjedhjeve, nga njerëzit që kanë ndruar shtetësinë, që nuk janë këtu, që kanë humbur drejtën e votës, qofshin edhe ata të cilët kanë ndruar jetë dhe në botën e përtejme.
përpjekjet janë bërë për spastrim, arritja e plotën e këtij rezultati nuk është ende. Prandaj është detyrë KQZ-s dhe institucioneve tjera dhe qeverive që vinë që ta bëjnë këte. Si rrjedhoi e kësaj, ne kishim kësaj radhe dhe edhe lëshime gjithësisht veprimet theksuara në kuptim të ndrimit të adresave, të ndrimit të vendvotimeve, të qendrave të votimit, madje jo vetëm në një qendër votimi të ndrohet vendvotimi, po edhe në brenda qytetit, edhe jashtë qytetit. Dhe kjo është e patolerueshme dhe do duhej pra çka duhet bërë nëse shtrohet pyetja për ta përmirësuar këtë gjendje. Ne më herët, po edhe në zgjedhjet e mëmonshme, prej kur unë kam qenë kryeshef aty, kemi pasur në çdo qendër votimi nga një në vend votim me kusht. Të paktën tani në ndërkohë që në krejt gjitha qendrat e votimit kanë pasur një vend vetëm ku mund të ushtrohej e drejta e votimit me kusht. Do duhej rikthyer pra atë sistem nëse është i tillë, mendoj që është shumë i rëndësishëm që në çdo qendër votimi të paktën të ketë një vend votim ku qytetarët nuk largohen nga qendra përkatëse votimit, e cila është në një objekt, në një menaxhim, dhe i jepet mundësia pa humbur kohë dhe pa ja mohuar drejtën e votimit dhe pa hequr dorë nga votimi që është jashtëzakonisht e rëndësishme për çdo parti politike një vot, sepse një vot bën dallimin, bën diferencën. Një vot më shumë apo një vot më pak mund ta përcaktoj fituesin dhe humbësin. Prandaj do duhej që të kthehet ose të veprohet kështu që në çdo qendër votimi, edhe nivel qendror, nivel lokal, të ketë nga një vend votim me kusht, derisa nuk arrijmë që ta spastrojmë listën dhe të kemi një themi regjistër civil nga i cili ekstrakti merret dhe bëhet lista e votuesve në çdo proces zgjedhor, të kemi të pastër dhe të mos kemi njerëz të cilët kanë ndruar jetë bifala para 20 vitesh e më tepër dhe janë në listë ende ose të tillët që kanë humbur drejtën e votimit dhe janë përsëri në. Konsideroni që me ditën e djeshme mund të ketë pasur shumë votues të cilët nuk e kanë mundur ta shfrytëzojnë këtë të drejtë për shkak ndrimit të kësaj qendrës? Patjetër, po, sepse pamundësia derisa nuk ka çdo qendër votimi një vend votim me kusht, atëherë keni parasysh mund të jetë një qendër votimi në qendër qytetit, një tjetër në periferi të qytetit, në fshatrat, në qytetet e tjera, domethënë ka shumë dhe patjetër që njëra prej brengave dhe ankesave kryesore mbase ishte kjo, qytetarë dhe më serioze, sepse nuk ishte ky proces lëshime të mëdha dhe incidente kurfare, pra ishte therr, demokratik, i qetë, i ligjshëm dhe për lakmi, pra mirë, po kjo është një defekt serioz dhe për këso gjëra duhet mendohet mirë nga ana KQZ-s, e cila do duhej që ta kishte parasysh që kjo të mos ndodhë, sepse shumë degraduese është, sidomos prej skaj qytetit në skaj qytet dhe sidomos prej një komune dhe një qytet dhe një qytet tjetër. Sa njerëz kanë mundësi të tillë, një pjesë e madhe e popullsisë nuk i ka mundësi që ta ndjekë vend votimin për arsye se ndonë se ai nuk fiton gjë. Realisht, objektivisht, është e shejtë, është shumë e rëndësishme. Institucionalisht dhe për çdo qytetar, për mua, për atë që ka vedi, secili ka vedi dhe se vedia është ngritur dhe është për t'u lakmuar. Por ama kur ju skrijoni kushte si Komision Qendror, si institucion i pavarur kushtetues, jeni detyruar ta bëni këtë, si komision komunal e tjera, si shtet, atëherë qytetari thotë, se s'po më duhet gjë se këta s'meritojnë më tepër dhe s'po jap votën fare. Dhe kështu tërhiqet nga vota, për neve çdo votë është e rëndësishme. Për neve si qytetar, për Republikën, për shtetin. Po, dhe kur jemi të rëndësia votës, zoni Baralia kemi parë që 17 komuna pritet të shkojnë në balotazh, ndërkohë janë 21 tjera të cilat kanë përfunduar raundin e parë. Tani, si e shihni këtë shpërndarjen e votës në pushtetin lokal? A kemi humbës dhe fitues në këto zgjedhje lokale? Jo, unë mendoj që pasqyra është dhe rezultanta e kësaj faze, sepse procesi nuk ka përfunduar, është vetëm dita e parë e procesit që ka marrë pra fundin e tij votimi, dita votimi, shumë e rëndësishme, por procesi edhe më herët ka filluar, edhe më vonë do të vazhdoj. Dhe ajo që është më rëndësi është që dalja është, po e ritheksoj, e tolerueshme, domethënë aty sillet dikun në atë mesatare që do duhet të ishte mbi 50%, do duhet të ishte 60%, pse jo? Keni parasysh në komunat më shumicë serbe,
Ato janë qytetet tona dhe janë qytetarë tanë dhe po ja që mobilizimi... Kjo mobilizimi... dalja, a është reale marrë parasysh të mos pastrimin e listave? Po reale pa tjetër, po supozoj që do t'ishin raportuar keq përdorimet s'ka pasur. Të tilla që dëmtojnë procesin, pastaj edhe dënimet nuk janë të vogla, por në krahasim me zgjedhjet qendrore, për shembull, ku ishin 600.000 euro dënime, këtu janë dikun 70.000, 40.000 kanë qenë derivon, tash 70.000, 70.000 aty dikun. Pra shumë pak. Dhe kjo tregon për autenticitetin e procesit, pa prekshmërinë do të thosha në substancë. Mirë po, ajo që është më rëndësi, pritshmëritë nuk të klasës politike, partive kryesore nuk janë përmbushur, mirë po rezultatet janë parafërsisht me ato të njëjta me ato të zgjedhjeve lokale para 4 vitesh. Dhe tani ajo që mund të ndryshojë gjendjen e tanishme për mirë, për diken jo mirë, po flas për subjekte politike, nëpër komuna është rezultanta që kemi shumë komuna, pjesën kryesore gati ma shumë se gjysmen, pra ose gati gjysmen, 17-20 sa do t'jenë në balotazh. Ende kemi diçka segmente pa numëruar, pra kemi votën e diasporës, votën me kusht, votën e institucioneve specifike. Konsideroni që votat e diasporës mund ndikojnë sidomos se këto kur rezultati është tepër i ngushtë, Gjilan, Mitrovic. Mundën, patjetër, sepse kemi dikun dallimin 20 vota, 200 vota, 800 vota, mund ndikohet. Dhe prandaj po them dalja shkuarja në balotazh shumicës e këtyre komunave e bën dallimin dhe mund ta bëj dallimin edhe në aktin final kur numërohen gjitha pas balotazhit dhe dihen rezultatet. Sidoqoftë është më rëndësi që procesi ishte integrativ, ishte edhe do të thosha fair, korrekt dhe i pacënueshëm seriozisht dhe i pa dëmtuar, dhe kjo është, mendoj unë, fitore gjithë qytetarëve dhe unë i përuroj ata që mblefi nuk e kanë treguar, mirë kanë bërë, ndaj ndoshta sa kanë pasur, sa është vrejtur gjatë këtyre 7-8 muajve ndaj kësaj klase politike, e cila për hir së vërtetës në respekt të tyre dhe të qytetarëve, po për qytetarët nuk kanë qenë as korrekt e as mjaft do të thosha unë mirënjohës për besimin që ata jo kanë dhënë, besimin sovran, këtyre që qeverisin, bashkëqeverisin nuk e bën këtë punë dhe megjithatë qytetarit tregoj nivelin e vet, vedijes edhe politike edhe për shtetin, për Republikën, po edhe për klasën politike, gjë që është shenjë i mirë që megjithatë populli, qytetarët janë në nivel të kulturës dhe emancipimit demokratik e politik, ndërkohë që mendoj unë klasa politike do duhej vërtet të mësoj leksion se si do duhet punoj më shumë dhe më tepër dhe më korrekt në relacion me votuesin dhe qytetarin, po edhe interesin publik të Republikës. Po, dhe këto komuna që do shkojnë në balotazh, a mund të presim tani marrëveshje politike mes partive për shkuarjen këtu, apo cilat do të ishin ekuacionet e mundshme, si ishene? Po, përvoja na mëson nga e kaluara që fundit politika është politik, do të thotë përgjetur metoda, mënyra për të arritur qëllimin dhe ka makiavelizëm politik të ne më shumë se sa që ka etik dhe do të thosha unë interes utilitar që nënkupton interesin e popullit, shumicës popullit që përfaqëson një parti politike ose një ideologji politike. Po, pra do të ketë dhe mund të ketë të tilla që janë intacite, do të thënë të heshtura, jo transparente, të mshefta dhe nëse doni, po s'ka gjë të keqe, nuk ka diçka që është në kundërshtim me ligjin këtë rast, por natyrisht do duhet kishte transparencë, nëse bësh me dikën bësh. Pse jo, nuk janë ata armiq, nuk do duhet të trajtoheshin si armiq, janë rival politik. Se bën këto heshtje për ta ruajtur elektoratin që për ta ruajtur elektoratin dhe themi egon e tyre politike dhe do të thosha strategjinë e tyre politike si parti, edhe këto tekët që i treguan këta në mos ofrimin e mundësive për bashkëpunim, dhe kjo ka pas një strategji të tillë që të përfitojnë në vot këtu në këto zgjedhje dhe në ato tjerat për të cilat po duan që faktikisht haptazi, po duan që të mbahen parakoshme dhe parlamentare. Pra, po mund të ketë, ka pasur, do të ketë dhe pikrisht ky institut i balotazhit, ashtu sikurse instituti i votimit me kusht që
nuk e thash, po thash s'ka po shkakton, po edhe tash po e them se a do duhet ishte jo. Nuk do duhet kishte mirë, po derisa ne nuk e pastrojmë listën, derisa nuk e sigurojmë adresën e saktë, nuk e japim mundësi, nuk gjendet në për humbet atje në birokracinë e numrave, emri i qytetarit edhe ja pamundson të drejtën e votimit, edhe ai endet poshtë e lartë dhe nuk mund ta realizojë këtë, ne duhet ta kemi votimin me kusht. A duhet balotazhin? Jo. Balotazhi duhet të hiqet në sistem. Cila do reformë që fillon të bëhet në aspektin e demokracisë elektorale, balotazhi duhet hiqet sepse edhe ka kosto, edhe pikërisht këto makinacionet, kombinatorikat politike që bëhen pas rundit të parë, si që patem, në rundin e dytë, ku përmbyset hera herës me marrëveshje të tilla, ndonjëherë jo parimore me qëllime të hakmarrjes ose me qëllime të mundjes e dikujt dhe përfitimit, sepse ndonjëherë humbja e një vendi, siç është bie fjala një komune, sidomos Prishtina, po gjitha, do të jetë strategjikisht e rëndësishme për diken dhe fitimtare për fitore tjera politike, do të ishte strategjikisht humbse për të tjerët. Të hiqet kjo mundësi që edhe ka kosto ekonomike, po ka kosto dhe politike, po ka kosto dhe demokratike. Më falni, sepse nuk fiton ai që në fakt ka besimin më të madh. Nëse dikush tani në rondin e parë ka 49.9%. Nuk do thotë që në balotazh... Jo, ai humb. Balotazh humb. Siç e kemi pas rastin për shembull vetëvendosjes zgjedhjet e kaluara në Prishtinë 44 mos gabosha %, ky tjetër 20 sa %, 23 apo 6 dhe apo 33 edhe pa një pa dy marrëveshjet e mbrëmshme që thamë qoftë të heshtura ose transparente e bëjnë e përmbysin rezultatin dhe ai del fituese, ky del humbës. Kjo tregon që diçka nuk është në rregull me ushtrimin e demokracisë, po edhe është abuzim dash e pa dash, edhe pse partitë politike nuk mund ndikojnë shumë të qytetarët ose nuk do të duhet ndikonin në ndryshimin e bindjes së tij politike ose të saj, nëse në fillimisht ka votuar një subjekt me 49% dhe mandej herën e dytë voton një me 23%. Çfarë është ai qytetar? Pra është orientimi i elektoratit. Konsideroni që nuk ka orientim të elektoratit kur të vihet te kuat e balotazhi apo ka? Jo ka, se vetë fakti që po përmbysen rezultatet, po fiton rastin e dytë, në rundin e dytë ai që ka shumë më pak, 10-15-14%. Më pak se i pari tregon që ka orientim të elektoratit, sepse qytetari ynë për fat mirë ose të keq ti nuk e di, ata duhet ta vlerësojnë, nuk jam unaj që gjykoj gjykoj vetëm për veprimet e mia, edhe në këtë fushë pra demokratike, kush është më i miri dhe gjithsesi ai që ka vlerë merit dhe është i ndershëm, pa korruptuar, i dobishëm për komunitetin e vet, duhet fitoj. Dikush mendon ndryshe, ka edhe klientelizëm, ka edhe, themi, diçka që përcaktim përjetshëm ndaj një subjekti politik. Dikush përcaktohet, unë jam përcaktuar, unë me këtë heqi dorë. Donë se e shep 1 milion gabime që bën në rrugës sipër të veprimtarisë politike, aty subjekti nuk i sheh. Ai thotë unë me këtë edhe nuk heqi dorë, nuk është mirë ashtu. Neve na ndron si njerëz në aspektin biologjik e gjenetik, pra sidomos biologjik, pra na ndron çdo ditë organizmi, miliona qeliza vdesin, të tjera lindin, edhe deri në fund ciklit jetësor, pse të mos ndryshojmë ne për të mirë. Pra nëse një subjekt politik nuk dëshmon, zhgënjen dhe mashtron, sjell dame publike, publikut, shtetit, fshatit, familjes, qytetit, po si të përkrahet, pse të përkrahet ai? Qoftë edhe babai im apo juj. Megjithatë, zoti Baraliu, cilat janë format e këtij orientimit të elektoratit? Si i njohim? Po që po them unë, heqja e ballotazhit si institut do duhet të ndodhë. Një që për dy gjëra kryesore, sepse nuk kemi kohë, për ndryshe mund të flasim me orë të tëra për këtë punë, por dy faktorë kryesorë që përmenda po i përsërisë. Para është që thjesht po bëhen nga përvoja jonë që kemi në sistem, pra se ka shtete që nuk e kanë balotazhin fare. Dhe si shkohet pastaj, si përzgjedhet? Shkohet shumë thjesht. Sikur tash, për shembull, ai që ka fituar herën e parë 40%, ky tjetri 40 plus një vot, ky tjetri 39, shkon ai që ka fituar i pari. Dhe çka po doni, pse 2 herë u deshka që të verifikohet
vullneti politik dhe besimi politik i elektoratit ndaj një njeriu. Pse? Njëherë mjafton. Sepse nuk kemi këtu të bëjmë bigjoz. Sa herë ta sjell shatërotën, ku të bjen? Herë humb, herë fiton. Jo, njëherë. S'ka nevojë dy herë. E para, kjo. E dyta që ka kosto. E treta që ka kosto kohore. Një muj ditë është i humbur. Dhe e katërta që mund tjetë përveç këtyre marrëveshjeve që unë i quaj machiavelliste, jo utilitare, anti-utilitare, që bëhen me subjekte politike, bëhen edhe marrëveshje për asamblej, të cilat shpesh herë fuqizojnë një krah politik, pat dëshiren e tij, që ka shumicën, po të futet dikush aty do të ma jep një parti ma vogël, minore, që i duhen 2-3, se ndonjëherë për një themi asamblejist, e keni Prishtinën shembull, po edhe të tjerët, edhe Gjilanin do një tjetër, në mandatën e kaluar që paten problemet gjatë gjithë kohës, për buxhete, për çdo gjë tjetër, nuk e kishin shumicën. Pra, atë shantazhon të kërkon një drejtorat, 2 drejtorate, siç bëshin nivel qendror, për shembull, ndonjë parti, kur futej atë në koalicion me 2-3 deputet, i merrte 3-4 ministri. Edhe atë vitale, ministria mbrëmshme, jashtme, kështu me radhë. Për kështu bëhet kjo, edhe kjo është një faktor që na flet në favor, plus që duhet këtë institut mos e kemi. Po, dhe kërkoj për regjistë na e vendos në ekran rezultatet dhe deri tani që kemi parë, Prishtina nëse mund na vendosi, zoti Baraliu konsideroni që Prishtina do të jetë betejë kryesore sa i përket balotazhit, pastaj ndoshta edhe Mitrovica nga rezultatet që po shohim apo jo. Po, secili qytet dhe secila komunë ka rëndësinë e vet, por Prishtina, edhe këto 6 qendra tjera, e kanë rëndësinë e tyre shtejes, sepse janë qendrat kryesore ku zhvillohen aktivitetet ndryshme dhe ekonomike dhe sociale dhe ku është të koncentruar popullsia dhe demokracia, ushtrimi i demokracisë. Dhe rëndësia pesha politike, po e ke një qytet madh, ke ndikim edhe në zgjedhjet qendrore, po e ke Prishtinën, drejt për drejt edhe më së shumti, mund të ketë fituesi Prishtinës, mund të ketë reflektim në ndikim në pastaj në zgjedhjet qendrore dhe në pushtetin qendror dhe në gjithë qeverisjen në Kosovë. Prandaj po, patjetër që Prishtina është më e rëndësishmja, pastaj edhe Mitrovica dhe qendra tjera. Dhe Mitrovica ka një garë tepër të ngushtë në Mitrovicë, si po shihen rezultatet atje dhe balotazhin ose këtë betejën për Mitrovicën tani, si shpjegohet? Po, e para punës aty kemi një garë të madhe dhe përqendruese, do të thosha unë mes të 2 partive, PDK-s dhe Vetëvendosjes. Kandidati i listës Guxo, që është në kuadër të koalicionit Vetëvendosjes, është në fakt preferencë si duket të kryeministit dhe konsistencë e tij që ai të fitojë atje, ai e din pse. Sigurisht që Mitrovica pas Prishtinës është dhe në aspektin strategjik të rrjedhave që mund vinë pastaj, po edhe me qëllim ata që mendojnë për ta bashkuar qytetin, që do duhet ishin gjithë fituesit e këtyre zgjedhjeve, jo dikush ta lë atë si komunë e huaja, ajo pjesa e vet, një komunë, një qytet është. Ata kanë synime të drejta, mendoj unë, dhe që politike që të punojnë, se tani më është aktivizuar edhe ai bordi që s'është aktivizuar prej kur është formuar ajo komunë, ajo veriora, domethënë artificialisht dhe në mënyrë të imponueshme, që të integrohet qyteti, të zhvillohet pastaj projektet, po edhe të ndihmohet gjithaj komunitetet atje. Nuk janë vetëm sërbët aty, janë edhe bosnjakë edhe shqiptarë edhe të tjerë, që të ndihmohet dhe thjesht të unifikohet qyteti, po edhe stabilizohet gjendja. Megjithatë, funksionimi i këtij bordi do të jetë më i vështirë tani me rikthimin e listës serbe, apo jo në komunat veriore? Me siguri që, po unë mendoj që edhe lista serbe, edhe sot unë kam pas disa intervista me televizionet atyre atje, jashtë Kosovës, dhe kam thënë dhe po e them këtu, se s'kam asgjë për të mshefur për qytetarin ton, krahas këtyre partive tona që do duhet merrin leksion se qytetari është ai që vendos dhe këta duhet ta dëgjojnë zërin e qytetarit, të antarëve të partive tyre, po edhe të simpatizantëve dhe të tjerëve që nuk votojnë për ta, për të mos vepruar si që vepruan me këtë ngërçin edhe paralizën politike, me mos respekt dhe derin për buzje ndaj votuesit, lista serbe për ma tepër edhe ndaj votuesit vetë, edhe ndaj Kosovës dhe qytetarëve dhe institucione, sepse është totalisht asnjë subjekt politik, kanë arsyet e veta dhe me të drejtë, po them edhe një herë me të drejtë, e kanë refuzuar që ta votojnë. Dhe një parti e cila pretendon të jetë edhe është monopolizuese
me gabimin edhe të Kosovës për faqësuesve tanë, qeverive atëherë 2013-2015, po me qëllim nga Beogradi për të futur pyk në Kosovë, për të mos e stabilizuar asnjëherë, ajo tani ka monopol, nuk ka kaluar koha monopolit, një du ta kuptoj dhe dyta ka kaluar koha që mund ta rikthej gjendje në zero, si që ka lënë kjo listë me udhëzimet e Beogradit. Po zëroni që nuk kanë pretendime tilla, sepse... Jo, ata i kanë, ata po thonë që do ta kthejmë ne pushtetin, sundimin, liçmërinë. Paraqësimi i tyre, zoti Barali, mund të themi që do të jetë sfidues për nivelin qendror, ndoshta edhe deri në potencial të destabilizimit të raporteve. Është mirë të kemi një qeverisje që vazhdon kontinuitetin atje shtetëror, të kontrollit dhe sundimit ligjit, asgjë më tepër. Jo të qytetarëve, po lirinë e qytetarëve, dhe kjo po ndodh, këta që s'po e pranojnë, këta e kanë gabim, këta të opozitës. Jo, kanë ndodh aty ndryshimi. Tani ma, nuk është vetëm lista sërbe edhe ndonjë patëricë e tyre. Por janë 13 parti në ato 4 komuna që kanë garuar. Keni parasysh disa rezultatin zero. Kjo tregon që atje nuk ka as koreksi në numrim. Si është mundur që dikush një parti e tërë ta ketë rezultatin 0 vot. Së mundet as teorikisht, as praktikisht, as matematikisht, as kurqysh, as politikisht, sepse në atë parti, paktën është njeri themeluesi që ka një vot, ja qëtë vetës aj. Është një familje, janë 2-3 familje, janë 5-6 shok, dhe të ketë 0, 2-3 parti, pa është 0 pik, 0 vota. Si është mundur? Nuk mundet ashtu. Po ka aty diçka që është organizuar nga Beogradi, me autobus, me blerje votash, hapta ze tha, kolegu i tyre tha, nga 50, jo 50, po edhe ma shumë, sigurisht, dhe tani kanë dominuar me numra. Por, do të din që numrat janë, jo gjithherë tregus absolut janë, shumë relativ numra, edhe numrat. Pra, do të thotë ajo gjë nëse ata nuk e kuptojnë leksionin e lëshimeve, gabimeve, janë futur në thelluta. Megjithatë, sa i përket aspektit të rezultateve nuk mund të kontestohen, apo jo, këto rezultate? Jo, ato nëse janë, patjetër që ka ankesa, nëse nuk ka ankesa, nëse nuk ka abuzime, s'mundet. Ata, si parti legjitime, u pat përpjekën të mos legjitimohen, të përjashtohen, s'pati sukses. Institucionet tona, ata janë... pati raportime për disa shqetësime për votime kolektive tjera, por prokuroria tha që nuk ka elementet veprës penale deri më tani. Derisa thot prokuroria, ne do t'i besojmë institucioneve tona, çfarë i kemi? Nuk është që jemi ku me disa, nuk është që drejtësia është e konsoliduar, nuk është, ka shumë me, nuk është që nuk është ndikuar politikisht, është nga kush dihet. Edhe diçka s'dihet, po është ndikuar nga dikush mrenda, nga dikush jashtë. Por ama ne do t'i besojmë se ata i kemi ne. Edhe ato janë tonat, nëse ne s'u besojmë atyra, atër dikush thotë, shifni, këta se janë zotë për shtetë, si që po thonë. Pra, po, çka thot prokuroria, çka thot policia jonë, është e vërtet, sepse e vërtet është këtë relative. Por, lista sërbe duhet të mësoj leksionin që t'integrohet në institucione, jo të hyjet me njëherë një ditë të marrë vetëm për 6 muaj mandej pagat beneficion si që kanë vepruar, të veprojnë në njërë destruktive kundër Kosovës, e veprojnë edhe kundër qytetarëve të vetë, edhe e treta që nuk mund të shkohet në një vend që ata mund të jenë kundër, çka do që konsiderojnë që s'është në rregull. Edhe kur kanë drejt, edhe kur s'kanë drejt, ajo vërtetohet nga institucionet, siç dihet, por nuk mund ta bojkotojnë një shtet, një sistemin kushtetues, ta sulmojnë për çdo ditë. Thanë për shembull Prishtina, thoshin, populli serb, nuk kanë kushtetuar populli serb, është komuniteti pakicë serb. Kështu është në kushtetut. Pra, në mënyrë antikushtetuese reagojnë, flasin, bëjnë. Dhe edhe mandej qëndrojnë këtu, jo, sepse në një vend kur asi subjekt politik nuk i pranon, si që po ndodh tash, me të drejt, po thamë, sepse ata kanë marrë pjesë edhe në akt agresioni, si pas akuzave që janë ndaj 2-3 kryesorëve tyre, duhet përmirësohen, duhet kthejnë pllakën, të respektojnë institucionet, të integrohen këtu, të ndihmojnë populatën e vetë, dhe jo për interesat e klikave të ndryshme të punojnë, edhe me Beogradin, edhe hynë 800 milion, dalin andej, popullin mbetet në gjendje çfarë është, mjerueshme, për shembull, siç po thonë ata,
Edhe sigurisht edhe populli, pjesa tjetër e popullit këtu, pra duhet të mësojnë leksionin. Po, mirë, zoti Baraliu, flasim pak edhe për komuna tjera që kemi pa rezultatet, aktualisht që kemi komunën e Ferizaj, që duket që PDK-ja në këtë e ka ruajtur të komunë, po megjithatë ka humbur bastionin në komunën e Drenasit. Megjithatë, të shkojmë me një lidhje direkte shkurtimisht përpara nëse ka nisur votimi, numërimi i votave të kandidatëve për asambletë dhe rikthehemi me këtë. E kemi Rezon Gashi në qendrën e numërimit tonë në Prishtinë, me i cili do të na informoj lidhur nëse ka nisur deri më tani, pasi që ka pasur një paralajmërim për një konferencë të KQZ-s në orën 16. Atëherë, Rezon, cilat janë informatat e fundit lidhur me nisjen e numërimit votave për asambletë komunale? Po, Donik, përshëndetje që është tregove, jam në qendrën e numërimit të komunës e Prishtinës. Jemi të prit për më shumë se 1 orë e gjys me fillu procesi numërimit, po deri tash nuk është hap asnjë zarf, pra nuk ka nis procesi, siç e morën vesh, ka probleme me kyçjen e kompjuterëve me internet. Për shkak se procesi tash përcjellet edhe me kamera dhe aty po është defekti deri tash, për ndryshe vëzhguesit janë këto, gjithçka tjetër është gati për pas këtij problemi teknik. Këto janë të gjitha kutitë e votimit edhe për kryetare edhe për asambletë komunale të komunës së Prishtinës. A keni pyetje, Donik? Jo, të falenderoj Rezon dhe po besoj që ndoshta do të mund të na ofrosh përsëri informata nëse do të nisë ky proces. Zoti Baraliu, çka do të thotë tani ky problemi teknik që po e shohim ka 1 orë gjys që është planifikuar të nisë numërimi i këtyre vota për asambletë, por nuk ka nisur. Po, diçka që nuk do duhet ndodh. Këtij komisioni i ndodhi një problem teknik, po që ishte faktikisht kyç për të thjesht për ta vënë në pikpyetje, për të mos thënë në dyshim, gjithë procesin e numërimit në zgjedhjet e kaluara. Dhe thanë që ishte krejt i natyrës teknike dhe ne jemi interesuar, mos kishte për storm kibernetik, ajo që konsiderohet një luftë speciale, hibride ashtu quajtur tash, jo thanë, por është gabim teknik, pra edhe ky gabim teknik ose një lëshim, një pengesë teknikës, ka tjetër se faktori njerëzor është aty. Ata janë të gatshëm që t'i numërojnë votat, pra punonjësit aty. Po fakti është që ka diçka teknike që kjo nuk do duhet ndodhë, është diçka që nuk do duhet ndodhë, është një lëshim që po them nuk ban përsëritet, sepse të papriturat të tilla gjatë procesit, thash nuk është, ky është tek fillimi, ndodhin, mirë po pregaditja mirë, planifikimi mirë, zbatimi me përpikri, planit operacional, koordinimi mes faktorëve dhe aktorëve që marrin pjesë edhe institucionet tjera edhe KQZ-ja dhe sekretariati edhe komisionet komunale, nuk lejon këso shkarje dhe këso pengesa dhe ngecje. Dhe pasi që jemi krejt në fund të bisedës, a mund sjell befasi numri vendeve të fituara në asambletë dhe cili është roli i tyre tani? Sepse kemi parë sot edhe PDK-ja edhe LDK-ja po insistojnë që ka numrin më të madh vendeve të fituara në asambletë komunale. Vetëm më lejo të bëj një, po shoh edhe këtu te ju një vështrim, PDK-ja përsëri ka fituar në Drenas. S'ka fitu tjetër kush. Pra njeri PDK-s i cili ka meritat jashtëzakonshme, unë nuk jam fan si as kujt, as nuk mbroj as avokaj as kan, po gjykoj realisht, është gabimi ose lëshimi tyre pa dashur unë që ta vlerësoj i partisë që bën orientime, përcaktime të gabuara të cilat mund dështojnë. Pra ishte gabimi PDK-s? Natyrisht, pra orientimi tyre, gabim strategjik, sepse nëse fillojnë fraksionet të veprojnë për shkak të strukturave caktuara në organet, qoftë kryesi, qoftë në këshill, dhe pastaj përjashton dikën që është vazhdimisht i suksesshëm, jo një mandat, 2-3 mandate, vazhdimisht i vlerësuar dhe i shpërblyer me grante të caktuara nivelit qendror për punën e ndershme, jo korruptive, të suksesshme dhe ka merita. Ai dhe familja e tij, në këtë rast zoti Ladrovci, të pakontestueshme, edhe kontribut të pakontestueshëm, edhe unë pa dashur që ta nënvlerësoj, sigurisht jam për rotacion, por nëse dikush punon mirë, s'ka pse të ketë rotacion, është ndam të partisë. Tani kjo kam droqe fut pyka dhe spica, edhe ka fut, mund të fusë edhe ma tepër, brenda partisë. Por që është fitoria është e PDK-s. Nuk është humbje bastionit. Jo, nuk është humbje as e bastionit, as e PDK-s, sepse keni parasysh kur do të tonë këta
që sa komuna i kanë vitu, jeni sigur që e fusin edhe drenasin, sepse është e tyre. Dhe këta janë problemet të brendshme të këtyre, duhet zgjidhur, ose në statut ta legalizojnë fraksion. Nëse kanë statut, unë nuk e kam pas statut në tyre këto ndryshimet, nëse kanë legalizimin e fraksioneve, atëherë është këtë regull. është një fraksion, po është brenda partijës dhe është parti e njëjtë. Edhe atëherë nuk duhet bërë këtë çështje, sepse kjo është punë e brendshme e tyre, duhet ta korrigjojnë që të respektojnë njerëzit, ata që punojnë mirë, t'u jepet merita. Dhe ata tjerë të provojnë diku tjetër për herë të parë, dhe jo të futsh pyka aty, sepse pyka mandej ta çan trungun e vetë subjektit politik. Atëherë zoni Baraliu, kishim edhe shumë tjera për diskutuar, por kjo ishte koha që kishim bashkë për të intervistë. Falenderoj shumë që ishi sot me ne. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë japim fund